që e përjetonit në ato momente? Ajo ka qenë një ndjenjë që tash për gjeneratat e reja që nuk e din, ndoshta nuk kem fjalë me përshkru. Do të thotë nuk ka fjalë që munden me përshkru atë moment, sepse nuk ishin pyetje vetëm jetët tona, ishin pyetje edhe jetët e fëmijëve. Ishin, do të thotë, ne jetonim, do të thotë, në tmerr. Për çdo ditë mendonim se kur do të hynë ushtria serbe dhe do të bën masakra edhe në fshatin tonë. Unë bashkë me fëmijët edhe me shoqën e kisha atëherë edhe prindrit, ndjes pasin, do të thotë unë çdo moment prisha që kur do të vinë forcat serbe dhe kur do të na masakrojnë. Prandaj ajo natë mbetet e paharruar për tonë jetën. Po, unë besoj edhe duhet me ushenu si ditë, nështë si ditë shtetënore e Kosovës 24 marsi, sepse me të vërtet është një për ditëve më të mëdhaja që duhet ta feston Kosova. Duhet të konsideruar si ditë feste. Si ditë feste duhet konsideruar. Ashtu si që kemi edhe ditën e pavarësisë. Ashtu si e kemi ditën e pavarësisë. Ishte ajo rruga e cila e trasoi në fakt shtetëndërtimin e Kosovës, apo jo? Po. Ne e dishëm fuqinë